Mirë. Lavdi Zotit për ditën sot. Nuk do të kalojmë gjatë, por diçka shumë serioze nga fjala e Perëndis. Ne dimë që gjatë kësaj kohe kemi folur shumë për shërbimin, në fakt. Jo vetëm nga Ungjilli i Mateut, por edhe gjatë konferencës. Apo jo, të shërbejmë. Edhe është një gjë vërtet shumë e rëndësishme. Prandaj jetojmë, nuk diskutohet. Edhe sot në fakt ne do të shohim një pasazh nga fjala e Perëndis që na tregon ne se cili është motivi për të shërbyer Zotit. Dakor? Shohim bashk? Ja. Pasazhi që do të shohim sot është nga letra e 2 e Korintasve, kapitulli 5. Kur lexoni titullin thoni, bo, sot një titull i frikshëm. Tani çfarë do të bëj sepse do të flitet për gjykatën e Krishtit, kur ne do të dalim një ditë përpara Zotit. E mbase dikush do të pyesë dhe thotë, "Ore, digje ti se mos do të vijë Jezusi shpejt?" Mund të më pyesësh? Jo, në fakt nuk e di nëse do të vijë shpejt, por di që mund të vijë edhe sot. Mund të vijë edhe tani, nga momenti në moment. Ne nuk e dim se kur do të vijë eksakt, por ne duhet të rimëzjuar. Amen? Kështu thot fjala e Perëndis. Edhe vërtet, kemi folur për shërbimin, si kundër e thash. Për mua është një sfidë që jam i sigurt edhe për mjaft për jush, por që ta shikojmë jetën në këndvështrimin e përjetësisë. Ne jemi kalimtarë në këtë botë apo jo? Apostulli Pjetër thotë që le ta jetojmë jetën e shtegtimit ton mbi dhe me frikë. Apo jo? Do të thotë që ne jemi shtegtar në këtë botë. Edhe mirë është të mendojmë në lidhje me këtë gjë, sepse kapemi në rutinën e jetës, edhe duket sikur mbytemi, edhe me një pikë ujë, thot populli, për shumë një shprehje popullore. Edhe duket sikur na janë mbytur gjemit, edhe nuk ka shpresë për nesër, për të ardhmen, nuk mund të kalojmë dot sfidat, provat me të cilat përballemi, edhe themi, "O Zot, çfarë do të ndodh me jetën time?" Në fakt, nuk e dim se kur vjen Zoti, por unë kam përgjegjësi nga Zoti që t'ju paralajmëroj për këtë që do të shohim sot. Edhe her pas here duhet ndalojmë në lidhje me këtë temë kaq të rëndësishme. Nuk do të studiojmë sot vendgjykimin e Krishtit, jo. Sot do të flasim se si të përgatitemi kur të dalim një ditë, çfarë do të ndodh me ne kur Jezusi të vijë. Po që të dim se çfarë do të ndodh me ne kur Jezusi të vijë, atëherë si mund të përgatitemi për këtë gjë. Le të lexojmë së bashku vargun 10 të kapitullit 5 të letrës 2 të Korintasve. Këtu thuhet, sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, vini re, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Le të lutemi bashkë. O atë faleminderit për këtë mëngjes, lutem të shikosh zemrat tona sot përmes frymës tënde, Zot. Na fol në zemër, Zot. Na ndihmo të kuptojmë që ne jemi shtegtarë në këtë botë. Edhe Zot, ta shikojmë jetën, ta jetojmë atë në këndvështrimin e përjetësisë. Zot, faleminderit për fjalën tënde. Në emrin tënd të çmuar lutem sot. Amen. Gjyqi këtu është gjyqi i besimtarit. Dakor? Nuk është gjykimi i fronit të madh të bardhë. Jemi të qartë? Gjykimi i fronit të madh të bardhë do të jetë rreth 1000 vite pas gjykimit ose vend gjykimit të Krishtit, them, do të jetë pas periudhës 1000 vjeçare. Ne presim që Jezusi të vijë për herë të dytë. Edhe në fund të periudhës 1000 vjeçare do të jetë gjyqi i fronit të madh të bardhë, kur do të gjykohen të gjithë ata që janë jo besimtarë, që nga Adami deri në fund. Jemi të qartë? Gjyqi për cilin ne po bëjmë fjalë tani, ose selia e gjykimit për cilin ne po bëjmë fjalë tani, është selia e gjykimit të Krishtit, ose siç e quajmë ndryshe vendgjykimi, ku ne do të jemi përpara Perëndis, përpara Jezusit, edhe ai do të shpall, si thua, do të na gjykojë për çfarë? Ja, për këtë do të flasim sot. Për çfarë do të gjykohemi ne në këtë gjykim? Edhe interesante sepse aty flitet për një lloj shpagimi.
në qoftë se shikoni. Flitet për shpërblim, flitet për shpagim. Edhe si mund ta kuptojmë një gjë të tillë? Tani kisha e Korintasve ishte një kishë ku Pali po u tregonte atyre që juve, pavarësisht se sa mishorë që jeni në ecjen tuaj, ju keni nevojë që të dilni përtej kësaj jete që po bëni. Ju duhet ta shikoni jetën në këndvështrimin e përjetësisë. Edhe flet dhe në letrën e parë të Korintasve, është pikërisht një letër e shkruar disa muaj më përpara nga apostulli Paul. Ne po shikojmë tani nga letra e dytë e Korintasve, por letra e parë e Korintasve që ai dërgoi, edhe konkretisht flet aty për gjykimin e Krishtit te letra e parë e Korintasve. Pra Pali ishte shumë interesuar që ata njerëz që ishin kaq mishor, që kishin grindje midis tyre, ishin të mishit, edhe kishin përçarje midis tyre, dhe Pali tha, e di si është puna, ju keni nevojë të dini se kujt i përkisni, edhe çfarë do të ndodhë me ju. Edhe prandaj te letra e parë e Korintasve, kapitulli 3, është e njëjta kishë, ai thot, duke folur aty pak më përpara që ne jemi bashkëpunëtor në arën e Perëndisë për të ndërtuar, dhe unë thot si një arkitekt, kam pjesë në këtë gjë, thot Pali, edhe thot, sepse askush nuk mund të hedh themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Pra themeli është Jezusi. Amen? Edhe thot, dhe në qoftë se dikush ndërton mbi këtë themel argjend, gur të çmuar, dru, san, kasht, vepra e secilit do të shfaqet, sepse dita do ta tregojë, sepse do të zbulohet në zjarr dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e ç'lloji është. Pra, vepra, bëhet fjalë për veprat që një besimtar ose që dikush që i beson Krishtit bën pas shpëtimit. Edhe e ç'lloji është kjo vepër, pra do të jetë argjend, gur të çmuar, dru, san apo kasht. Dakor? Pra e ç'lloji është, kjo vepër do të shfaqet. Edhe në bazë të kësaj, personi do të marrë shpagimin. Pra bëhet fjalë për një lloj shpërblimi, edhe ky është kuptimi i kësaj, dhe Pali ishte i sigurt për shpëtimin. Në fakt, nëse ju lexoni 3 vargje më sipër, nga vargu 10, te letra e 2 e Korintasve, kapitulli 5 dhe vargu 8, po ta lexoni me vëmendje, aty Pali thot, por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë të banojmë pranë Zotit. Pali ishte i sigurt për shpëtimin. Edhe ai tha që ne do të gjykohemi për veprat tona si besimtarë tek vendgjykimi i Krishtit. Pra ky është ai moment kur ne do të dalim përpara Krishtit, edhe Zoti do të na gjykojë, po jo për mëkatin, vëllezër motra. Le ta them këtë gjë fillimisht, sepse mëkati ynë u gjykua ku? Në Kalvar. Amen? Atje u gjykua. E mori dënimin mëkati ynë. Po ne do të gjykohemi se si e kemi investuar jetën tonë. Çfarë do të marrim përpara Zotit? Pra si e kemi investuar jetën në botë? Pra çfarë shpërblimi do të kemi? Tani selia e gjykatës Krishtit thuhet këtu. Kjo është një fjalë interesante ku në greqinë e asaj kohe përdorej për shembull si një vend selia, do të thënë ishte një vend ku qeveritarët jepnin vendime, ku njerëzit e rëndësishëm jepnin fjalime. Por në kontekstin e lojrave olimpike na tregonte edhe për atë siç ndodh sot për shembull që atletët pasi kanë mbaruar atë kompeticionin e tyre, edhe shpërblen, atëherë është njëshi, apo jo, një vend aty është dyshi, po është edhe treshi. Mund të jetë 2-3 këtu, po mund të jetë edhe njëshi, dyshi, treshi dhe i çik më poshtë. Në thjesht për t'ju dhënë idenë, është një platformë, edhe për besimtarin, e thash, mëkati u gjykua në kryq. Nuk diskutohet. Po çfarë e motivon Palin në shërbim? Çfarë e bëri Palin që kur ai çoi në mëngjes nga gjumi? Thoshte që unë sot do të vazhdoj të shërbej Zotit. Çfarë e shtynte atë? Çfarë e motivonte atë? Dhe për këtë do të flasim, si të përgatitemi për atë kohë në të ardhmen. Le ta lexojmë pasazhin që do të studiojmë sot, duke ditur, thot Pali, pra sapo ka folur për vendin e gjykimit të Krishtit, për selinë e gjykatës tij, ai thot, duke ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëz dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj të jemi njohur edhe në ndërgjegjet tuaja, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të mburreni për ne,
që të keni çfarë të përgjigjeni atyre që mburren me dukje dhe jo me zemër, sepse nëse jemi jashtë mendjes është për Perëndin dhe nëse jemi në mendje është për ju, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në përfundimin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur dhe vdiq për të gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Prandaj tash tutje ne nuk njohim askënd sipas mishit, por edhe nëse kemi njohur Krishtin sipas mishit, tani nuk e njohim ashtu. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Pra çfarë motivonte Palin në shërbimin e Ungjillit? Si përgatitej ai që të dilte për para fronit të Jezu Krishtit? Së pari, duke njohur frikën e Zotit. Në vargun 11 ai thot, duke ditur pra frikën e Zotit. Interesante. Njerëzit kanë njohuri të smirës dhe të keqes, relativisht. Për dikë, ne dim se si është shoqëria, se si janë njerëzit me cilët ne jetojmë edhe përballemi. Për dikë, diçka është e keqe, për një tjetër thotë jo, kjo nuk është e keqe, është kjo tjetra e keqe. Unë mendoj që kjo gjë është më e mirë se sa kjo. Edhe kanë një relativizëm në lidhje me të mirën dhe të keqen, në mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe arsyetojnë sot. Ne jemi në këtë shoqëri, e dim një gjë të tillë se si mendojnë njerëzit. Megjithatë ta dini që Zoti ka vënë një ndërgjegje, ka vënë le të them ndërgjegjen, dakor, brenda njeriu. Dhe çfarë është ndërgjegja në thelb? Ndërgjegja është një gjyq i brendshëm i mendimeve të njeriu. Kjo është ndërgjegja. Edhe kur Jezusi të vijë një ditë, ai do të gjykojë edhe botën e pashpëtuar, nuk diskutohet. Do të gjykojë botën e pashpëtuar edhe gjyqi do të jetë mbi bazën e ndërgjegjes së tyre fillimisht. Pra, ajo që ata kanë thënë me gojë, a përputhet me standardin që ata kanë shpallur që ja kjo është e drejtë edhe kjo është e gabuar? Ata kanë thënë që kjo gjë është e drejtë, atëherë nëse e kanë shkelur atë gjë që kanë deklaruar me gojën e tyre që është e drejtë, atëherë nuk e kanë mbajtur ndërgjegjen e tyre, ligjin e tyre siç ata e gjykojnë. Pra Zoti do t'i gjykojë ata mbi bazën e standardit të tyre, duke u bazuar tek ndërgjegja. Dhe në thelb çfarë është? Ndërgjegja thash është një gjyq i brendshëm, por është një hije e atij gjykimi të fronit të madh të bardhë, që do të vijë një ditë. Kështu që Zoti është shumë serioz. Besimtarët gjithashtu do të gjykohen. Sa i takon ndërgjegjes, Pali flet për këtë te Romakët kapitulli 2, nëse dëshironi ta lexoni dhe ta studioni. Por Pali thot këtu duke njohur frikën e Zotit, dhe këtu e ka fjalën për besimtarët. Duke njohur frikën e Zotit. Duke njohur frikën e Zotit. Tani për shkak se Pali e kuptoi që një ditë do të qëndronte përpara Zotit, ai ndoqi shtegun që Zoti i kishte caktuar, sepse ai e dinte që do të dilte një ditë përpara Zotit. Edhe kjo është frika për të jetuar drejt. Ai bind te njerëz, lexuam ne. Tani ne kuptojmë që nuk jemi ne, ose nuk ishte Pali ai që i bind te njerëzit. Kush i bind njerëzit për mëkat? Fryma e Zotit. Amen? Fryma e Perëndis i bind njerëzit për mëkat. Kështu thuhet tek Ungjilli i Gjonit. Por Pali e përdori jetën e tij, trupin e tij, dëshminë e tij që të përdorej si një instrument në dorën e Zotit, si bashkëpunëtor i Perëndis, që njerëzit të bindeshin. Për shkak të dëshmisë së tij, sepse fryma e shenjtë përmes jetës Palit i bind te njerëzit për mëkat. Ashtu siç duhet ndodh me jetën e secilit prej nesh. E ne do të flasim për fuqinë e dëshmisë, por argumenti i cili është? Duke u treguar njerëzve se çfarë bëri Jezusi, ja se kush është Krishti, ja se çfarë bëri ai për jetën time. Edhe ai i druhej Zotit, ai kishte frikë nga Zoti, jo thjesht nderim dhe respekt. Në fakt po të lexoni për kufizimin e fjalës frikë në studimet e shumë prej le të them komentatorëve të Biblës, ata që komentojnë Biblën, shpeshherë do të gjeni që frika e Zotit është nderim dhe respekt. Jo vëllezër motra, është më shumë se sa kaq. Është më shumë se sa kaq. Do të thotë të kuptosh se kush është Zoti në të vërtetë. Ju kujtohet Pali që po shkonte rrugës për në Damask, te Veprat e Apostujve kapitulli 9, ishte mesditë. Edhe Jezusi u shfaq, edhe dielli u eklipsua në mesditë. Edhe fjala e Perëndis na thotë aty po të lexoni te Veprat 9 që Pali u shtang, ai dridhe i tëri. U tmerrua Pali. Ndërkohë që Jezusi po i fliste, Saul, Saul, pse më përdjek? Me fjalë tjera, pse lufton kundër meje? Ç'të duhet?
Po çtu dehesh more dushman, ka qenë ai filmi domethënë. Ç'të duhet? Ç'të duhet të merresh? Si e ke punën? Po vërtet, dielli e humbi shkëlqimin përpara Zotit. Edhe pali dridhe i thëri, u tmerrua. Është më shumë se sa nderim dhe respekt këtu. Frika e Zotit. Kush është Jezusi? Fjalët e urta kapitulli parë edhe vargu 7, frika e Zotit është fillimi i njohjes. Por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin, thot fjala e Perëndisë. Se kemi thënë në këtë kishë që frika, domethënë njohuria e vërtet, mësimi nuk fillojnë me arsimin, me diplomat, me doktoraturat, masterat që mund të bëhen, çfarë do që të jetë, por me frikën e Zotit. Aty fillohet. Aty njeriu fillon mëson se çfarë do të thotë të jetosh siç duhet. Me frikën e Zotit. Edhe Pali për shembull duhet predikonte ungjillin. Shikojeni këtë pasazh, do të mësojmë diçka nga Pali sot, edhe më shumë po. Në kontekstin e frikës, dakor, sepse ai tha aty duke e ditur frikën e Zotit, te letra 2 e Korintëve. Shikoni të njëjtës kish në kapitullin 9 edhe vargu 16, po te letra e para ai thotë sepse nëse unë shpall ungjillin, s'kam pse të mburrem, sepse kjo është një nevojë që më është ngarkuar dhe thotë, por mirë unë, po nuk shpalla ungjillin. Kam frikë nga Zoti, tha Pali. Kam frikë nga Zoti. Tek pasazhi ynë ai tha, duke ditur frikën e Zotit. Duke ditur frikën e Zotit, unë e bëj një gjë të tillë. Është mirë që të kemi vepra të mira kur të dalim përpara Tij. Ne pam aty tek letra e parë Korintëve 3 që zjarri do ta tregojë, nëse do të jetë dru, san, bar dhe kasht. Nëse do të jetë kështu, ato do të digjen. Nuk do të digjet nëse do të ketë argjend, gur të çmuar. Por dru, bar, san dhe kasht do të digjet. Edhe për shumë besimtarë, vendgjykimi i Krishtit do të jetë një zjarr i madh. E kam fjalën për veprat, jo për shpëtimin, a? Janë të shpëtuar, do të shpëtojnë, thotë, si përmes zjarrit, e lexuam. Por për disa tjerë nuk do të jetë ashtu, lavdi Zotit. Do të kenë argjend, gur të çmuar, që përfaqësojnë hyjninë e Krishtit, shpirtat të shpëtuar, çmimin e shpengimit, çfarë bekimi. Do të ketë njerëz që i kanë shërbyer Zotit e do të kenë shpërblime prej Tij. Por është gjë e mirë të motivojmë të tjerët të jetojnë drejt. Sepse gjithçka i shërben misionit të Zotit. Sa i takon frikës së Tij, është edhe frika nga ndëshkimi i përjetshëm. Ne të gjithë e dimë që duhet të bindim njerëz për të bërë çfarë. Ne kemi një mision, edhe misioni është për të humburit që të shpëtohen, për besimtarët që të përkushtohen, të inkurajohen. Mirëpo ne shpeshherë kapemi nga argumenta teologjik në lidhje me gjërat e përjetshme dhe kur bisedojmë për ungjillin me njerëz të pashpëtuar. Madje edhe duke debatuar shpeshherë me ta. Ndërkohë që shkrimi është i qartë. Zoti e ka bërë shumë të thjeshtë këtë punën e të prezantuarit të ungjillit. Romakët, është Gjoni, kapitulli 3, është një pasazh shumë i njohur, thuhet sepse Perëndia e deshi aq botën. Sa dha birin e Tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të Tij. Edhe ai që beson në të nuk gjykohet, dhe gjykimi është në lidhje me kë, me mëkatin. Pra, dashje pa dashje ungjillin e ke këtu brenda, edhe thot, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. A ka ndonjë këtu në sallë që nuk e kupton këtë mesazh? Njerëzit meritojnë të dënohen, të gjykohen. Kush i beson birit nuk merr zemërimin e Perëndisë. Amen. Por te Gjoni kapitulli 3 dhe vargu 36, ai që beson në birin ka jetë të përjetshme, por ai që nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të. A është dikush që nuk e kupton këtë varg tjetër? Jo t'i detyrojmë njerëzit,
jo t'i imponojmë ata, jo t'i ofendojmë ata. Ju mund thoni e vërteta ofendon, po le të jemi dëshmitar. Nëse dëshmia e Krishtit i ofendon, le të jetë ashtu. Ne jemi dëshmitar të Krishtit dhe e vërteta shpeshherë ofendon. Po nuk është qëllimi ynë ky, qëllimi ynë është që ata ta kuptojnë, hey, ka nevojë për Krishtin, jo që të shkojmë edhe t'i shajmë dhe t'i fyejmë njerëzit, por të shkojmë dhe t'u tregojmë të vërtetën duke u dëshmuar atyre. Ja se kush është Krishti. Ja se çfarë bëri ai në jetën time. Ti bindim me jetën tonë, me fjalën e Zotit, gjithashtu, me jetë dhe me fjalë. Për shkak se Pali e dinte që njerëzit ishin për natyrë të humbur, ai i bindi ata që të ktheheshin te Zoti. Po, duke njohur gjendjen e njerëzve, kjo na motivon që ne t'u shërbejmë atyre me ungjillin, duke njohur gjendjen e tyre. Njeriu në gjendjen e tij natyrore është mëkatar, e dim ne, nga fjala e Perëndis, paga për mëkatin është vdekja, njeriu është i ndarë nga Zoti. Kështu është. Njeriu është i ndarë nga Zoti dhe i destinuar, një njeri që nuk e njeh Krishtin, të marrë një dënim të përjetshëm për mëkatin e tij. Edhe në Bibla flet e Zbulesa kapitulli 20, ju kujtohet që dikush që nuk u gjeti shkruar në librin e jetës u hodh në liçenin e zjarrit. Ka një ndarje dhe flitet për ndarje në Bibël. Për shembull, tek Luka 16, kur Jezusi po tregon atë ngjarjen me Llazarin dhe Abrahamin, nëse u kujtohet që një humner ndante ata nga gjiri Abrahamit edhe Sheoli, për shembull ferri, që ishte aty interesante një gjë e tillë. Edhe ka një ndarje, ekziston një ndarje. Kështu që Pali e kuptoi, nëse këta njerëz meritojnë këtë dënim kaq të tmerrshëm, kjo më motivon mua, më detyron, më nxit që unë t'u tregoj atyre që t'i shpëtojnë kësaj lloj ndarje, që t'i shpëtojnë këtij lloji gjykimi të tmerrshëm që është për ta. Edhe ne jemi të ndarë vetë, të veçuar në këtë kuptim, për t'u shërbyer njerëzve, për t'u treguar atyre për Krishtin. Edhe ky është një mision më i lartë se çdo lloj gjëje njerëzore. Pali e kuptoi gjendjen e njerëzve. Edhe kjo gjë e motivoi atë që t'u tregonte atyre për Jezu Krishtin. Së treti, duke njohur ndikimin e dëshmisë, ne përgatitemi për vendgjykimin e Krishtit. Duke njohur efektin, çfarë ndikimi ka dëshmia. Duke ditur pra, thot, frikën e Zotit, ne bindim njerëzit, thot. Ne jemi të njohur nga Perëndia dhe unë shpresoj që të jemi njohur dhe në ndërgjegjet tuaja. Pra Pali e kuptoi ndikimin që ka jeta e një njeriu që është i përkushtuar ndaj Zotit. E kuptoi mirë një gjë të tillë dhe ne e dim shumë mirë sepse historia e kishës është e mbushur me plot shembuj të njerëzve të cilët kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e dhjetra mijëra besimtarëve gjatë epokës kishës. Kjo nuk diskutohet. Unë nuk dua të futem në histori, po ka shumë prej tyre nuk di sa njihni, por është një që quhet David Livingstone. Ai pati shërbimin e tij në Afrikën e Jugut, në Afrikën Qendrore. Luftoi kundër skllavërisë, ai vdiq aty edhe thonë që zemrën e tij ja varrosën në Afrikë dhe trupin ja çuan andej nga Anglia për ta varrosur. Edhe dëshmia e tij ka motivuar mijëra e mijëra të rinj për të shërbyer Krishtit. Jeta e patëmet e Billy Graham, për shembull, një person që ne e njohim, e di dikush ndoshta mund të ketë ndonjë paqartësi në lidhje me ndonjë pikë doktrinare të Billy Graham, por të jemi të sinqertë që jeta e tij e patëmet si dëshmi e tij ka prekur dhjetra mijëra njerëz. Nuk e di unë shifrën eksakte, që i kam dhënë jetën e tyre Jezu Krishtit. Për shkak të dëshmisë së atij njeriu. Richard Wurmbrand, këtu në Shqipëri e njohim sepse janë printuar disa libra. Unë të paktën kam lexuar 2 prej librave të tij, Përgjigje Biblës Moskës, Të torturuar për Krishtin. Keni lexuar, sidomos ky Të torturuar për Krishtin është më i përhapur në gjuhën shqipe. Çfarë dëshmie? Shumë njerëz janë inkurajuar për shkak të dëshmisë së tij në burgjet komuniste. Çfarë bekimi? Asnjëherë nuk duhet ta nënvlerësojmë fuqinë e dëshmisë së një individi. Asnjëherë mos e nënvlerëso fuqinë e dëshmisë tënde për Krishtin. Asnjëherë. Ajo do të sjellë bindje në jetën e një individi. Jeta e Palit u manifestua jo vetëm ndaj Zotit, por edhe ndaj ndërgjegjes së tyre, thuhet në vargu 11. Jemi njohur nga Perëndia, ne bindim njerëz. Çfarë do të thotë? Që dëshmia e tij ishte e fuqishme dhe ai bindse njerëz. Sepse ishte instrument i frymës së shenjtë të Zotit, jo vetëm me fjalë, duke folur fjalën e Perëndisë, po me jetë gjithashtu.
Ky është kuptimi. Dhe shumica për ju sot jam i bindur, erdhët te Krishti për shkak se pat jetën e ndryshuar të një besimtari të përkushtuar. Dikush ju dëshmoj. A mos jeni këtu për këtë arsye? Lavdi Zotit për atë person, ose për ata persona që ju dëshmuan se kush është Jezu Krishti. Dëshmia jote është gjëja më e çmuar që ti zotron. Duhet një jetë e tërë për ta ndërtuar një dëshmi të mirë. Dhe vetëm pak duhet për ta prishur. Dhe Pali thotë, shpresoj të jemi njohur edhe në ndërgjegjet tuaja. Zoti na njeh, po shpresoj të jemi të njohur edhe në ndërgjegjet tuaja. Një gjë tjetër që na motivon të vazhdojmë shërbimin ndaj Zotit është duke njohur mashtrimin e fesë. Në fakt, shikoni vargun këtu, 12 thotë, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten tonë ndaj jush, por ju japim rastin të mburreni për ne, që të keni çfarë të përgjigjeni atyre që mburren me dukje dhe jo me zemër. Atyre që mburren me dukje dhe jo me zemër. Pali është e di natyrën njerëzore. Zoti e përdor për të treguar edhe nga jeta e vet në lidhje me situata të ndryshme. Edhe ai e kuptonte antagonizmin, e kuptonte armiqsinë, e dinte që kishte njerëz në Korint të cilët ishin futur midis kishës, midis besimtarëve në Korint edhe e kishin sill konfuzion në kishë, duke kundërshtuar mësimet e Biblës, edhe duke anatemuar autoritetin e Palit si një apostull. Edhe Pali thot, lavdia e disave, shikoni në vargun aty, lavdia e disave thot është në dukje, por jo në zemër. Pali nuk ishte i tillë. Kam e disiush thot që lavdia është në dukje dhe jo në zemër. Ai shkruan Timoteut disa letra më tej, edhe shohim aty që thot janë disa që janë të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, mohues të fuqisë së perëndishmërisë, mohues të fuqisë së saj dhe nga këta largohu. Njerëz që janë në përkisha, që egoist, që janë kundër mësimeve të Biblës, edhe që dëshirojnë të tërheqin pas vetes tyre njerëz të perëndishëm në dukje. Mund të kenë fjalët e dura, mund të citojnë vargje nga Bibla. Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe thot, nga këta largohu. Dhe sa u takon jo besimtarve, me që ne po flasim në lidhje me fen, ju e dini shumë mirë që feja është, nëse ka, leta shpreh kështu. Feja e çon shpirtin e njeriu në ferr më shpejt se sa ndonjë mëkat, nëse mund ta shpreh në këtë mënyrë. Feja, se sa ndonjë mëkat specifike kam fjalën. Njerëzit ecin të verbër, bëhen të verbër nga feja, dhe ata nuk mund të shohin të vërtetën, nuk mund ta shohin që janë të humbur, nuk mund ta shohin që të qenët i mirë nuk mjafton, nuk mund ta shohin që nuk janë të rilindur nga ana frymërore për shkak të fesë. Feja ka vepra. Një njeri nuk shpëtohet me anë të veprave. Vërtet ne bëjmë vepra sot, po bëjmë vepra për shkak sepse jemi të shpëtuar. Amen? Ky është ndryshim shumë i madh. Midis nesh që jemi besimtarë dhe botës pa shpëtuar. Sepse ne e kemi njohur Krishtin. Edhe të njohësh Krishtin, ai është jeta e përjetshme. Ai është jeta e përjetshme. Jo për shkak sepse ne ishim të mirë edhe bëm ndonjë gjë, po pyetja është çfarë thot Zoti? Le të jetë jeta jon një letër e hapur që të lexohet nga të gjithë, të ndershëm dhe të sinqert. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Por duke njohur se sa mashtruese është feja, kjo na motivon që t'u tregojmë njerëzve, di si është puna, është Jezusi që të shpëton. Është Jezusi që të shpëton. Jo feja, jo veprat e tua, jo fakti që ti meriton ndonjë gjë të mirë. Por është Krishti që t'i jep shpëtimin. Ai t'i jep dhuratë jetën e përjetshme. Sepse ai është jeta e përjetshme. Edhe kjo na motivon që ne t'u tregojmë njerëzve, sepse janë të mashtruar, na motivon që ne t'u tregojmë atyre, sepse ja vlen që t'i besojnë Krishtit. Edhe kështu ne përgatitemi për vendgjykimin e Krishtit. Së pesti, duke njohur frytin e përullësisë. Shikoni Pali si shpreh, thotë sepse nëse jemi jashtë mendjes, thotë, është për Perëndin dhe në qoftë se jemi në mendje, është për ju. Çfarë do të thotë kjo?
Çfarë do të thotë kjo? Jashtë mendjes do të thotë të çmendur. Në mendje do të thotë normal, i shëndetshëm nga ana mendore. Ky është kuptimi i këtyre fjalëve. Dhe pse po e thot Pali këtë? Pal, pse po e thua ti një gjë të tillë? Po sepse vëllezër motra, gjatë gjithë historisë kishës ne dim që dëshmia e një besimtari besnik ka qenë marrëzi në sytë e shumë njerëzve në botë. Ka qenë marrëzi. Edhe kjo nuk ka ndryshuar dhe sot. Shumë ndoshta ju thonë, ose të thonë ty, mos je gjë i marrë që merresh me këto gjëra. A mos je gjë i marrë që ke dorëzuar gjithçka për shkak të një njeriu i cili as nuk e dim nëse ka qenë ndonjëherë në botë edhe madje ti thua që ai është ringjallur nga të vdekurit? Mos je gjë i marrë që i beson këto gjëra? Ju kujtohet kur Pali ishte përpara festit, në fakt ishte përpara mbretit Agripa, po festi kishte shkuar për ta vizituar Palin dhe kishte dëshirë të dëgjonte prej tij. Edhe Pali ishte duke ndarë dëshminë e tij se si ai kishte kaluar nga mbretëria e Arsirës në mbretërinë e Dridhës, edhe foli aty për profecitë në dhjatën e vjetër, edhe i tregonte atyre se Krishti është ai që vdiq në kryq për mëkatet, edhe ai është i gjallë. Edhe çfarë ndodhi? Kur Pali ishte shumë bindës me dëshminë e tij për shkak të jetës dhe për shkak të fjalëve që ai fliste. E dini çfarë? Festi. Nuk dinte se nga t'ja mbante, sepse Pali ishte shumë bindës, nuk ishte se çfarë thoshte, dini çfarë tha, shikoni çfarë tha ai. Dhe ndërsa Pali i thoshte këto në mbrojtje të tij festi, tha me zë të lartë, Pal, ti je i çmendur. Studimet e shumta të kanë bërë të shkallosh. Por ai tha, unë nuk jam i çmendur, fort i shkëlqyer i fest, por them fjalët e së vërtetës dhe të mendjes së shëndosh. Dhe të mendjes së shëndosh, ta dish. Me fjalë tjera, unë kam frikë nga Zoti, besoj atij dhe kam një mision, prandaj dëshmoj dhe flas. Dhe nuk ka rëndësi se si më shikon, ajo që po bëj është për shkakun tuaj, për hirin tuaj. Edhe festi i tha, mos je gjë i marr, mos je gjë i marti. Dhe Pali tha, po e bëj që ju të kuptoni të vërtetën. Dhe të përgjigjeni ndaj kësaj të vërtetë, jo thjesht ta lini ashtu, po të përgjigjeni, të reagoni ndaj kësaj të vërtetë. Edhe nëse jam i marrë, atëherë do të jemi tillë për shkak të Krishtit. Po e bëj në mënyrë që të keni mundësinë që të shpëtoheni. Shikoni çfarë ironie përdor Pali dhe letra e parë e Korintasve kapitulli 4. U thot Korintasve sepse ata ankoheshin gjithmonë ata. Edhe Pali thot, ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të mençur në Krishtin. Ironie thellë e Palit. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Mos mendoj që je i pari që sulmohesh, ka shumë të tjerë përpara teje. Nëse dikush ka thënë pse po i bën këto gjëra të marra në jetën tënde, po le të jemi të sinqertë që njerëzit sot marrosen pas shumë gjërave në botë. Punës, të ardhurave, pasurisë, famës, pushtetit, modës, ore marrosen pas atyre. Pyetja është, për kë konsiderohemi ne të marrë? Të kujt jemi? Të kujt jemi? Sepse është një ndryshim shumë i madh. Vijon logjika e mesazhit të sotshëm. Diçka tjetër që na motivon ne për të përgatitur siç duhet për vendgjykimin e Krishtit është duke njohur dashurinë e Krishtit. Shikoni çfarë vargu, shikoni çfarë fjalësh u thot Pali atyre, thot sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, thot Pali, dhe këtu nuk flitet për dashurinë që Pali kishte për Krishtin. Po këtu flitet për dashurinë e Krishtit për Palin. Është një ndryshim shumë i madh dhe Pali thot, kjo më motivon, ky është motivi më i madh i jetës time.
Në fakt, ky duhet të jetë motivi i jetës për çdo besimtar, është dashuria e Krishtit. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. E vetmja gjë që e shtrëngoi ato ishte Krishti, edhe Pali ishte fanatik në lidhje me këtë gjë. Zoti më deshi mua. Dashuria e tij më shtrëngon. Ai ishte pasionant për Jezusin për shkak se Jezusi e deshi atë i pari sa që vdiq për të. A Zoti më deshi kaq shumë mua, ai vdiq për mua në kryq, në drurin e kryqit. Edhe në fakt pa Krishtin e ishim të vdekur. Tani pyetja është, a do të jepje ti një organ që dikush tjetër ta le të them ta transplantonte për veten e tij, se ka nevojë, mendohu pak. Di, ndoshta kjo mund të ishte gjëja më e madhe që mund të bësh për dikë. Interesante. Jezusi dha jetën për njerëzit. Dha jetën për ne. A mund të motivohemi ne ashtu si Pali, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, që këto ditë, sot, nesër, pas nesër, këto ditë, të flasim me dikë për Krishtin. Dhe di si është puna? Zoti, kaq shumë më deshi mua, isha i tillë, isha i atill. Zoti vdiq për mua në kryq. Sepse meritoja dënim të përjetshëm. Ja thuaj dëshminë tënde. Thuaj çfarë ka bërë Zoti për ty. Dikë që ti ke pranë, në familje, një koleg pune, një shok në shkollë, nëse je në shkollë, sido që të jetë. Dikujt që ti e ke aty pranë, edhe nuk i ke thënë asnjëherë se kush je. Thuaj dëshminë tënde. Dëshmia ka fuqi. Sepse Krishti të ka dhënë jetën. Tregoj atyre që Jezusi është e vetmja rrugë. Është i vetmi që të jep jetën e përjetshme, që derdhi gjakun në kryq për mëkatin, edhe që të shpëton nga fuqia e ferrit dhe vdekjes përjetshme. Le të jemi dëshmitar për Krishtin, ne duhet ta jetojmë urdhërimin e madh, jo thjesht të flasim për të. Të predikojmë për urdhërimin e madh, por duhet ta jetojmë. Edhe ky është borxhi i dashurisë. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Në fjalën e Zotit, apostulli Paul te letra Romakëve u thot besimtarëve aty, thot, si u thot që mos i keni asnjë detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin. Domethënë një jeta e një besimtari është free of debts, është se rrallë përdor në një shprehje anglisht kështu, por duhet të jetë e lirë nga borxhet, duhet të jetë pa borxhe. Po ka vetëm një borxh. Borxhi i dashurisë. Mos i keni asnjë detyrim askujt, thuhet, përveç se ta doni njëri tjetrin. Edhe Pali tha sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Na shtrëngon. Te Romakët, kapitulli i parë, vargjet 14-16, ai tha, unë jam debitor grekëve dhe barbarëve, të urdhve dhe të paditurve. Kështu, ai sa varet nga unë jam gati të predikoj Ungjillin dhe juve që jeni në Rom, sepse unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson më parë judeun dhe pastaj grekun. Shikojnë çfarë motivi, ai donte që kur dilte përpara Zotit, Zoti i thoshte të lumt, shërbëtori i mirë dhe besnik. Sepse ai e dinte që dashuria e Krishtit e shtrëngonte. I tha, unë jam debitor atyre, por jam borxhli me fjalë të tjera. Nuk i kam ndonjërit borxh lek, para. Por jam borxhli për shkak të dashurisë, sepse unë duhet i dua ata njerëz edhe nëse unë vërtet them që i dua ata njerëz, atëherë do t'u tregoj që Krishti jep jetën. I çliron nga fuqia e vdekjes, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Mbreti David kishte hequr shumë nga Sauli, besoj se e kuptoni apo jo. Edhe në të vërtet Sauli e përndiqte vazhdimisht Davidin, nuk e linte rehat. Edhe Davidi, si thua, nuk vendosi që ta kmerrej apo që t'i kundërvijej Saulit fare. E la këtë situatë në dorën e Zotit. Edhe çfarë ndodhi? Një ditë Sauli u vra në betejë.
edhe djali i tij Jonathan, besoj se e mbani mend apo jo ngjarjen. Davidi e donte Jonathanin shumë, ishte shoku i tij më i ngushtë, me thënë drejtën. Edhe patjetër që Davidi vajtoi për të dy, vajtoi edhe për Saulin, vajtoi edhe për Jonathanin. Te libri i 2 i Samuelit, kapitulli i parë e gjeni këtë. Po kur hipi në fron si një mbret, te libri i 2 i Samuelit, kapitulli 9, ai pyet dhe thot: a është dikush, ka mbetur dikush nga shtëpia e Saulit, Jonathanit, ndaj të cilit unë duhet të tregoj mirësinë e Perëndis, mëshirën e Perëndis? A ka mbetur dikush që unë mund të tregoj mirësinë e Perëndis? Është Mefiboshethi, është sakat në këmbët, i thanë, edhe Davidi çfarë bëri? Tha për hir të Jonathanit. Për hir të Jonathanit. Për hir të Jonathanit. Unë jam shumë mirë njohë Zotit që për hir të Krishtit, ai bëri që ne të kemi dhuratën e Krishtit, jetën e përjetshme. Për hir të Krishtit ne të merrnim falje dhe mëshirë. Zoti na tregoi mirësinë e tij për hir të Krishtit. Jeni këtu në sallë sot për shkak sepse dikush ju ka treguar mirësinë e Perëndis për shkak të Krishtit. Mund të jetë një vlla, një motër në Krishtin, sido që të jetë, edhe ju ka dëshmuar juve për Krishtin. Dhe ky është një bekim i madh. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Borxhi i dashurisë. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon edhe a mund t'ja kalojmë dikujt borxhin e dashurisë. Kaloja dikujt këtë javë. Kaloja dikujt tjetër. Është i mirë. Jep jetë. Njerëzit sot janë të friksuar për dikë që tregon apo shfaq ndonjë lloj pasioni për Krishtin, ëh. Për shembull, është shumë interesante kjo gjë. Ata thonë, shiko, është okay të shfaqësh pasion për familjen, është okay të shfaqësh pasion për, le të them, për futbollin, është okay të flasësh, të shpallësh ose të kesh pasion për sportet, është okay të kesh pasion për pasurinë, për kompjuterin, për celularët e fundit, për makinat e mira, është okay të kesh pasion për këto gjëra. Por e di si është puna? Mos i fanatik për Krishtin. Ç'është kjo të merresh ti me këto gjëra? Si mund të ti besosh ti këto gjëra? Si mund të ndjekësh ti këto gjëra, këto mësime? A nuk është interesante një gjë e tillë? Nga çfarë motivohemi ne? Jo besimtarët në botë janë të marrosur pas këtyre gjërave. Nga çfarë motivohemi ne në jetën tonë? Cili është ndryshimi që kemi ne si besimtarë krahasuar me ata që janë në botë? Kujt ja japim zemrën? Krishtërimi bëhet i paefektshëm jo për shkak të ndonjë pike të një doktrine të caktuar që dikush ende është duke e dyshuar apo duke e mësuar. Megjithëse doktrina, le t'ju them pikë së pari, është shumë e rëndësishme. Por krishtërimi bëhet i paefektshëm kur një besimtar e humbet dashurinë e parë. Kur e humbet dashurinë. Edhe kjo është e dhimbshme. Prandaj kjo botë duhet të na shikojë që ne kemi pasion për të vërtetën, që jemi pasionantë për Jezusin, edhe sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Për shkak sepse gjendja e njerëzve është e mjeruar, larg Zotit, për shkak sepse feja i ka mashtruar të tjerë, edhe ne duhet na bëj, le të them, koshient, edhe të na motivoj për rolin që kemi, sa i rëndësishëm që është, edhe së shtati është duke njohur themelin e zvërtetës. Themelin e zvërtetës. Pali interesant. Thuhet tek vargu 14, dashuria e Krishtit na shtrëngon sepse kemi arritur në përfundimin se. Interesante. Pali thotë kemi arritur në përfundimin se. Edhe përmend shumë sepse Pali këtu. Sepse. Sa e bukur është kjo mënyrë e të folurit të Palit, sepse i referohet të vërtetës, fjalës Perëndis. Pali nuk ishte irracional në përgjigjet e tij.
Pali nuk ishte i mjegulluar në përgjigjet e Pali ishte i qartë sipas të vërtetës. Ne kemi arritur në përfundimin se, interesante, Pali, ai përgjigjej sipas fjalës së Zotit, fjala e Zotit drejtonte jetën e tij, dhe kjo sigurisht në lidhje me sakrificën e vdekjes është një fakt këtu që përmendet në kapitullin 5, vargjet që ne po shikojmë, thotë sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në përfundimin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur dhe vdiq për të gjithë, me qëllim që ata të cilët jetojnë thotë mos jetojnë më për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Sa herë flitet këtu që Jezusi vdiq? Vdiq për ne. Si një refren i Palit. O njerëz thotë, kuptojeni këtë gjë. Arrini ta kuptoni se kush është Jezusi. Edhe çfarë bëri ai për ju. Çfarë bëri ai për ju? Çfarë meritojmë ne? Edhe çfarë bëri Krishti? Ai vdiq për ne. Se do ta kuptoni që paga e mëkatit është vdekja. Ai pagoi sikur të ishte njëri prej nesh. Perëndia i shenjtë. Ai vdiq për ne. E kuptoi sakrificën që Krishti bëri në kryq për të. Shikoni sa e bukur është kjo, gjithë lavdinë e tij që kishte, ai e la, edhe erdhi dhe u bë si ne, si njerëzit. Nuk mund të krahasohet ajo çka ka një njeri me atë çka ka Zoti. Amen. Mendo sa i madh, sa i lartë, sa i shndritshëm, sa madhështor, sa i pasur është Zoti. Edhe erdhi dhe u bë si një njeri në trajt njerëzore. Çfarë kanë pasanikët në botë? Rrecka janë. Krahasuar me lavdinë e Perëndis, që ka gjithë universin. Ai i la të gjitha, e përuli veten, e zbrazi veten, dashuria e Krishtit ishte aq e durueshme sa që ai deshi madje edhe kur të tjerët nuk e donin. Ja la zemrën shtizës, ai u tejshpua. E dha shpirtin e tij si sakrificë për mëkatin. Nuk mund të jetojmë për vete dhe për Krishtin ne në të njëjtën kohë. Prandaj tek Ungjilli sipas Mateut thuhet që askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin, ose do të ngjitet njëri do ta përçmojë tjetrin. Nuk mund të shërbeni Perëndis dhe mamonit apo pasurisë thuhet aty. Interesante. Zoti e bën të qartë, pra nëse ne do të shërbejmë diçkaje tjetër, do të përfundojmë kundër Krishtit. Kjo është natyra njerëzore. Prandaj në vargun 15 shikoni dhe një herë me vëmendje vargun 15. Dhe vdiq për gjithët, me qëllim që ata të cilët jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, thotë, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Ju ofendon ky varg? Të janë vargje të thëna qartë. Dhe njerëzit mund të ofendohen këtu. Një zbatim që ne mund të marrim këtu është që edhe në Kish, vëllezër motra, duke marrë parasysh vargun 15 që ai vdiq për ne që ne të mos jetojmë për vete. Le të mos themi që njerëzit duhet të më shërbejnë mua. Ky është zbatimi që marrim. Por vazhdo të shërbesh ti të tjerëve. Vazhdo të shërbesh atyre. Jo më shërben mua. Jo, shumica jeni dakord sepse mendoni që kjo zbatohet për një tjetër aty pranë. Jo, zbatohet për ty, për mua, për gjithë ne. Unë në lidhje me dishepullizimin, flasim për ofendimin nga e vërteta. Fakt, në lidhje me dishepullizimin ka shumë për thënë, por vargu 15 ja ku e keni edhe një herë thotë. Dhe vdiq për gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë më për veten e tyre, por për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Pas shpëtimit, shumë njerëz duan të japin Zotit shërbimin e tyre. Le të them pikë së pari që Zoti nuk kërkon së pari shërbimin tënd. Zoti kërkon jetën tënde. Ne nuk mund të themi që po japim Zotit një diel paradite, një të mërkur mbas dite, apo një herë sa mund t'i shërbejmë atij dhe themi që ja dhash Zotit. Zoti kërkon jetën tonë. Çdo ditë, çdo natë. I përket Zotit. Ky është ndryshimi. Problemi është me shumë prej nesh se nuk duam të vdesim ndaj vetes. Besimtarë që kënaqin veten dhe u japin Perëndis vetëm një pjesë të jetës tyre.
ta lexojmë këtë varg. Kapitulli 14 Luka thot sepse nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren atin e vet dhe nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje dhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepull im. Dhe kush nuk e mbart kryqen e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk mund të jetë dishepull im. U ofendove? Fjalë të rënda, apo jo? Fjalë të rënda. Fjalë të rënda. Kemi folur për disa prej këtyre tek Ungjilli sipas Mateut që kemi studiuar. Janë fjalë të rënda. Po Jezusi po thotë që dashuria që ti ke ndaj Zotit është aq e madhe sa që konsiderohet urrëtie, si urrëtie për njerëzit tanë më të afërt. Është aq e madhe. Vëllezërit, motrat e mi, tha Jezusi, më është nën, motër, vlla kush? Ai që e bën vullnetin e Perëndis. Lidhja në familjen e Perëndis është shumë më e shenjtë se sa çdo lloj lidhje dhe marrëdhënie njerëzore. Të mos mendojmë që Jezusi është kundër familjes. Një nga urdhërimet, ndër 10 urdhërimet është ndero si familjen. Kështu thuhet. Ndero çfarë? E ashtu. Nuk është kundër kësaj. Por ki kujdes, nëse do të më ndjekësh mua. Të kuptosh në të vërtetë se çfarë do të thotë jesh një dishepull. Të kuptosh se kush jam unë në të vërtetë. E çfarë lidhje duhet kesh ti me mua. Nuk ka asnjë lloj pengese që duhet jetë në jetën tënde që të pengojë ty që ti shërbesh Zotit në mbretërinë e tij. Prandaj Pali thot me shumë pikëllime të veprat e apostujve ne po hym në mbretërinë e Perëndis. Sa të forta këto vargje. Kujt ju thash që mesazhet do të jetë si një përmbledhje dhe ndaj gjërave që kemi mësuar gjatë kësaj kohe, po edhe në konferencë. Po kujt i shërbejmë? Ai jemi të veçuar për t'u dhënë jetë njerëzve, përndryshe si mund t'u japim jetë të tjerëve, nëse nuk vdesim ndaj vetes. Besimtarë që nuk lexojnë fjalën e Zotit, si është e mundur? Ushqejnë barkun e tyre frymëror, po them, me ushqimet në botë, televizion, internet, rrjetet sociale, edhe nuk kanë dëshirë të konsumojnë ushqimin e vërtet, frymëror që Zoti ka për ne. Besimtarë që nuk komunikojnë me Zotin, po vdesin të kalojnë orë të tëra duke komunikuar virtualisht me njerëz apo duke komunikuar me internetin, me video në YouTube, informacion nga të gjitha anët, vetëm nuk duan të këmbejnë 2 fjalë me Zotin. Edhe thonë që ai është miku im, edhe është Zoti im. Besimtarë që nuk kanë forcë të dëshmojnë të tjerëve për Krishtin, sepse nuk kanë se çfarë t'u japin, sepse çfarë ka brenda njeriu, do qes goja. Me çfarë mbushim vetëm? Me çfarë ushqejmë vetëm? Me çfarë ushqejmë vetëm? A është jeta jonë e mbushur me Krishtin, me fjalën e tij? Efezianët 5. Të mbushur me frym. Këndojmë, flasim, lavdërojmë Zotin, sepse Zoti është i denjë. Sepse Zoti është i denjë. Kujt i shërbejmë ne? Ne po mbarojmë dal nga dal duke njohur madhështinë e Krishtit. Shikoni si shprehet Pali, thotë, prandaj tash e tutje ne nuk njohim askënd sipas mishit. Po, edhe nëse keni njohur Krishtin sipas mishit, nuk e njohim më ashtu. Besimtarët në kohën e Jezusit, kur ai ishte fizikisht në tokë, e pan Jezusin që ai kishte uri, fjeti, apo jo, qau. Ne e dim këtë gjë, është ana njerëzore e Krishtit, 100% njeri, nuk diskutohet. Edhe vërtet, por Jezusi nuk ishte
sikur ndereshojnë shumë sot edhe disa kulte për shembull që un kam ndërmend që e shohin Jezusin thjesht si një foshnjë në grazh apo e japin në ikonat e tyre vetëm fëmijë. Jezusin. Jezusi është vetëm fëmijë në ikonat që ata si thua kanë pikturuar për Krishtin. Jezusi nuk është biri i mamit, si shumë e përshkruajnë Jezusin në kulte dhe në fetë e tyre. Edhe njëherë që i kemi të regjistruara fjalët e Maris në ligjërat të drejtë në Bibël është e Gjoni 2. Shikoni, studioni Biblën. Edhe ai u thot njerëzve aty në dasëm, thot, bëni si t'ju thot ai. Atë dëgjoni. Atë dëgjoni. Krishtin dëgjoni. Ai është Zoti. Amen? Ai është Zoti. Dhe kjo është fjala e Perëndis. Njerëzit e mendojnë Krishtin thjesht si një mësues të mirë. Megjithëse ishte. Amen? Shumë më tepër se kaq. Mendojnë Jezusin si një njerëz të mirë. Megjithëse ishte. Po askush nuk është i mirë, tha Jezusi, përveç se Perëndis, duke aluduar aty që dëgjoj, di me kë po flet këtu. Mësues i mirë. Jezusin e mendojnë thjesht si një profet, më shumë se sa një profet. Amen? Ligji për të rirë, kapitulli 18, shumë më tepër se sa një profet. E mendojnë Jezusin si një shembull, megjithëse ishte një shembull. Po nuk e mendojnë atë si mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ai është i tillë. Ai nuk është ai shoku që përmendi Donaldi që parë që mund të themi çfarë duam edhe themi, "Homo plago, si kalove, ëmër plak." Apo ai njeriu nga kozmosi që thjesht është aty lart dhe është në vëzhgime dhe ne mund të themi çfarë duam në adresë të tij, jo, nuk është ai. Ai është Alfa dhe Omega. I pari dhe i fundit. Jezu Krishti, flitet e librit zbulesës, bëni krahasimin, zbulesa kapitulli parë, zbulesa kapitulli 22, që bëhet fjalë për atë që është i pari dhe i fundit, edhe emri i tij është Jezu Krisht. Alfa dhe Omega. Krahasojini vargjet. Kujdes me Zotin. Ai është Perëndia i ulur në fron. Le të kemi këndvështrimin e duhur se kush është ai. Ne duhet ta shohim njëri tjetrin jo nga dukja, jo nga pamja, jo nga ngjyra e lëkurës. Ne e shohim njëri tjetrin si bijtë Perëndis në të cilët banon Krishti. Kështu duhet ta shohim. Nga ajo çka është brenda besimtarit. Kështu duhet ta shohim. Edhe sfundi. Ne përgatitemi për vendgjykimin e Krishtit, duke njohur fuqinë e transformimit. Le ta lexojmë vargun e fundit për sot, që thot, prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Dhe thot, nëse dikush, jo vetëm, domethënë nëse dikush, çfarë do të thotë kjo? Jo vetëm të talentuarit, jo vetëm ata që e meritojnë, jo vetëm të mirët, jo vetëm ata që na pëlqejnë ne, jo vetëm ata që i pëlqejmë ne, por thot, nëse dikush është në Krishtin, kush do që t'jetë ky? Nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, të vjetrat shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Një besimtar ka një marrëdhënie të re, një familje të re, një dashuri të re, një vizion të ri, dëshira të reja, shpresë të re, jetë të re. Amen? I takon Krishtit. Zoti na ka dhënë gjëra të reja. Shpeshherë mbetemi të lidhur me të kaluarën tonë në vend që të jetojmë jetën e re që Zoti na ka dhënë. Le të ecim në rrisinë e jetës, të mbushur me fjalën e Tij, të mbushur me të vërtetën, duke pasur dashurinë e Perëndisë, sepse dashuria e Tij na shtrëngon, duke u treguar njerëzve të vërtetën e Zotit me dashuri, duke i afruar ata me Krishtin, jo me ne së pari, me Krishtin, sepse ai është i denj. Amen? Zoti është i denj. Kur njerëzit duan Jezusin, të duan ty, ti je i sigurt. Po tregoti dashurinë e Krishtit që ata ta njohin Krishtin. Edhe kur dikush e njeh, ta dish, do të doj ty. Do jesh aroma
e mirë e Krishtit, siç kemi parë para disa javësh. Le të ulim kokën gjithë. Si të përgatitemi për vendgjykimin e Krishtit? A e njohim frikën e Zotit? A e njeh frikën e Zotit? Jo thjesht respekt dhe nderim, që patjetër, pa e njeh se çfarë do të thotë të kesh frikë Zotin. A njohim gjendjen e njerëzve, realisht? Cila është gjendja e tyre sot, frymërore? Në mëkat, të ndarë nga Zoti, të destinuar për dënim të përjetshëm. A e kuptojmë se sa fuqi ka dëshmia jonë? Nuk duhet ta nënvlerësojmë. Nuk duhet ta nënvlerësojmë. A jemi koshient për mashtrimin e fesë? Që feja mashtron. Feja të çon në ferr, më shpejt. Se çdo mëkat tjetër specifik, nëse mund ta citoj në këtë mënyrë. A kuptojmë se sa nevojë kemi të jemi të përulur ndaj Zotit? Të marrosur pas Krishtit dhe të marrë për botën që urren Krishtin. A e njohim dashurinë e Krishtit? Ai ana shtrëngon dashuria e tij. A e njohim themelin e zëvërtetës në lidhje me sakrificën e vdekjes dhe me kostën e dishepëllizimit? A e njohim madhështinë e Krishtit? A e njohim fuqinë e transformimit? Foli dikujt për Jezusin. Këto ditë. Dashuria e Krishtit na shtrëngon. A e kemi dashurinë e tij brenda nesh? Jezusi mund të vijë në çdo moment. A jemi gati ne? Duke njohur frikën e Zotit, gjendjen e njerëzve, fuqinë e dëshmisë, nevojën për qenë përulur përpara Zotit, mashtrimin e fesë, duke njohur dashurinë e Krishtit, themelin e zëvërtetës, madhështinë e Jezusit, fuqinë e transformimit që ai sjell në jetën tonë dhe të tjerëve. Apo bëhemi gati që kur Krishti të vijë të thotë të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik. Nëse Zoti ka folur sot, thuaj atij se ndoshta mund të ndryshosh diçka në jetën tënde personale. Çfarë duhet të ndryshosh? Nëse je këtu sot për herë të parë, dhe di që ishin 2 të paktën sot midis nesh, faleminderit që jeni mes nesh. Por ta dini që Jezusi vdiq edhe për ju, për të gjithë njerëzit, por bëhet i ytë Jezusi të jep ty personalisht jetën e përjetshme kur ti kupton që ke mëkatuar përpara tij, sepse ke shkelur ligjin e Zotit. Dhe ligji i Zotit është i shenjtë. Në Bibël thuhet të gjithë mëkatuan dhe nuk e arrin dot lavdinë e Perëndisë, sepse të gjithë janë shkelës të ligjit, nuk ka asnjë të drejtë në botë, as edhe një. E të shkelësh ligjin do të thotë të gënjesh, do të thotë të shkelësh kurorën, do të thotë të vrasësh, mund thuash nuk kam vrarë dikë, por edhe nëse urren dikë, në Bibël thuhet e ke vrarë në zemrën tënde. Thuhet të nderosh prindrit, thuhet që të mos adhurosh perëndi tjetër veç Zotit, thuhet që të mos marrësh në përgojë kot emrin e Zotit. Ligji i Zotit është i shenjtë edhe të paktën në një nga këto pika, në mos të gjitha, e ke shkelur ligjin e tij. Po edhe nëse mendon që e ke shkelur në një pikë, tek letra e Jakobit thuhet që ke shkelur gjithë ligjin. Edhe mirë është ta kuptosh që nuk ka asnjë të drejtë në botë, as edhe një. Të gjithë mëkatuan, thot fjala e Perëndisë. Edhe pagesa për mëkatin është vdekja. Nëse je këtu sot për herë të parë dhe kupton që je mëkatar, edhe në fjalën e Zotit thuhet që për këtë mëkat ka një ndëshkim të përjetshëm. Siç lexuam sot, një ndarje të përjetshme në një liçen të zjarrt. Përjetësisht. A mund t'i kërkosh sot Jezusit që ai të shpëtojë ty nga fuqia e mëkatit dhe vdekjes përjetshme? A mund t'i thuash sot Zotit, Zoti Jezus, të lutem, më shpëto
nga fuqia e mëkatit. Dhe ai premton që do të shpëtojë ty, sepse ai erdhi për të paguar pagesën e dënimit në vendin tënd. A mund të thuash atij sot? A mund të thuash tani? Mund të thuash pas meje, Zoti Jezus, faleminderit që erdhe në tokë edhe vdiqja në kryq në vendin tim. Faleminderit që je i shenjtë. Më fal Zot për mëkatin tim. Kam shkelur ligjin tënd dhe meritoj ndëshkim të përjetshëm. Faleminderit Zoti Jezus që pagove pagesën që unë meritoj. Edhe vdiqe në vendin tim, duke marrë pagesën e mëkatit në drurin e kryqit. Unë të besoj ty në zemër, të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Zoti Jezus, faleminderit për dhuratën e jetës përjetshme. Më ndrysho, Zot. Më bëj ashtu si ty të pëlqen. Të jetoj për ty. Në emrin tënd, Zoti Jezus, lutem. Amen.